ka patur një fushat pak më të butë. Nuk është që ka patur shumë akuza, kundër akuza. Të paktën nëse i referohemi përqasjes tuaj ka qenë më pozitive në raport, nuk e keni zgjedhur gjuhën e ashpër në raport me oponencën politike. Pse ndodh një gjë e tillë? Mendoj që Prishtina u lodh prej konflikteve politike, partijake, pa nevojshme ku ka vend e ku s'ka vend. Shiko, unë e kuptoj të ketë konflikt politik për diçka që dallojmë jashtëzakonisht shumë. Mirë po, me pas një konflikt politik, edhe mandej mos mu punu asgjë, unë këto se kuptoj. Edhe unë kum dash me ndru edhe jam të tentu me ndru qëtë mentalitet të gabum, në cilën ti nuk mundesh me gjetë gjuhët përbashkë për kur gjë me punu s'bashku. Kjo nuk ka. Dhe kur bashkëpunon, akuzohesh mandej pse ke bashkëpunu. Pra kjo jashtëzakonisht jashtë do rregull. Është mirë me bashkëpunu ose s'është mirë me Po dhe bashkëpunu? tash ti vendos, apo kupton, tash ti nuk ke. Përcaktou. Nëse je parti politike, çka nuk kupton? Që ti e ngare me një numër caktuar. Kur e merr një numër caktuar të ose je opozit, mirë po prapë se prapë ti bashkëpunon ndonjëherë. Edhe këtu ka fillu Prishtina është një arenë e konflikteve, asnjë qytet tjetër nuk ka kështu. Prishtina është më e theksuar, në cilën ka konflikte të vazhdueshme. Edhe që nuk ecin projektet, për faktin që nuk ecin, na jemi bërë në Prishtinë një qytet që shërbimet bazike mungojnë. Pra që Prishtina është pa pastër, Prishtina është në terr, nuk ka rrugë ndriçume. Prishtina është, si me qenë ndacak. Fshatra e lagje nuk kanë ujë, tash e na me u marrë me njëri tjetrin me akuza, kundër akuza, kjo është tregon që ti po jeton vetëm për një agjendë politike, nuk po jeton me agjendë qytetarëve. Unë çka kum bën fushatë është që unë jo marr vetëm me agjendë qytetarëve. Edhe është e vërtetë që kam pas sulme, është e vërtetë që kam pas ofendime, nuk e marr fare me to. Fare. Unë jam ja ka qenë marr me agjendë qytetarëve sepse votën për lypi për qytetarëve. Nëse lypi votën për qytetarëve, atëherë unë është e drejtë mi ofru atyne agjendën e zgjidhje çka janë për problemet e tyne, e jo mu marrën me kundërshtarin tan politik. Po, me një moment, nëse tek gara për Prishtinë dhe kandidatët patin një lloj kujdesi, kishte po kritike kontrolluar me një varforme, zotin Kurti e pash teksa ju e patin më frontale kështu në drejtimin tuaj. Jo vetëm ai. Si pa të akuzat e tij që e përmendi çështjen e Bon Vivandit. Jo vetëm ai. Pra ka pas gjithë aktorë të ndryshëm. Edhe zoti Rama ka qenë prej atyne që ko pas kohë shumë në një gjuhë e cila nuk është gjuhë si me thonë të paktën e nivelit që garën që jemi të e bo. Edhe zoti Rama ka patur goditin në brez. Po, mendoj që pra po thëm, po kanë nevojë me pas konflikt. Është interesant. Kanë nevojë, dojnë me ushqy konflikt. Pra